Zbardhen bisedat pasi vrau Ilarian, filipinezi dërgonte mesazhe intime një tjetër vajze, çfarë fenë reja, ndërkohë që Ilaria Sule ishte zhdukur. Në fakt, e vrarë dhe fshehur në një valixhe, vrasësi i saj Mark Samson ishte aktiv në rrjetet sociale, duke kërkuar kontakt me një vajzë tjetër dhe duke kërkuar të takohej me të natën. Ai shkruante mesazhe të çuditshme dhe të dyshimta, të cilat tashmë janë pjesë e hetimeve, vetëm nëse do të strehoje një tuaj, jo thjesht një vrasës serial. Në një mesazh të drejt për drejt që u bë publik përmes emisionit Kila Visto në Rai 3 në 9 prill, Samsoni shkruante vajzës se sapo njohur në internet: "A doni të bëni disa biseda natën?" Ai shfaqej si një person që kishte nevojë për mbështetje emocionale dhe miqësi, por ngacmimi dhe insistimi i tij tregonin një sjellje alarmante. Ai e pyeste ku jeton, a ke shok dhome, a mund të takojnë ndonjëherë. Kjo sjellje ka ndodhur pikërisht në ditët kur Ilaria ishte raportuar si e zhdukur, por në fakt ajo ishte tashmë e vrarë dhe trupi i saj ishte hedhur nga një shkëmb. Gjyqtari jetues e përmendi këtë episod në urdhrin për masën e sigurisë ndaj Samsonit, duke e konsideruar pjesë të një modeli të qartë manipulimi, mungesë pendese dhe sjellje sociopatike. E reja që sapo kishte rënë kontakt me Samsonin përmes një faqe sociale për të rinjt në Rom, e pranoi në intervistë se ishte shqetësuar nga insistimi i tij. Më tha se po kalonte një kohë të keqe dhe donte të njihte njerëz të rinj, por kur filloi të më pyeste ku jetoj dhe nëse jam vetëm, refuzova çdo kontakt. Në programin televiziv, vajza ndau edhe mesazhet audio dhe tekst që kishte marrë nga Samsoni. Ato janë tashmë pjesë e dosjes hetimore dhe ndihmojnë në formimin e një profili të plot të personazhit të tij të rrezikshëm që nuk e ndaloi asnjë vrasje për të ndjekur prenë e re. Ky episod është një shtesë e rrët në mozaikun e sjelljes së Samsonit, ai që jo vetëm që vrau në mënyrë të planifikuar Ilaria Sulën, por po kërkonte kontakte me viktima të reja, madje edhe në kohën që trupi i saj ende nuk ishte gjetur.